Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Ka dështuar sërish seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu nuk i mori sërish votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentare. Ajo mori 57 vota pro, 47 deputet ishin kundër, ndërsa 3 abstenuan. Kryesuesi i seancës, deputeti Avni Dehari, ka caktuar datën 27 prill për mbajtjen e seancës së radhës. Pas përfundimit të seancës, përfaqësuesit e partive politike kanë reaguar duke kritikuar njëra tjetrën për bllokim të institucioneve. Ndjekim në vazhdim deklaratat pas përfundimit të seancës. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra, ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht, kushtin për çfarë do pozite brenda kuvendit, sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra, ky është kushti minimal. Po ne kemi shkuar edhe më tutje, pra kemi propozuar gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit. E po besoj, kjo flet edhe për atë se si lëvizje vetëvendosje, pra jemi të përkushtuar që kuvendit t'ia japim një kryetare grua. Ky është propozimi jonë, nuk ka pasur ndryshim, as nuk do të ndryshoj, sepse ne kemi diskutuar brenda para se ta propozojmë kandidatin. Gjithsesi, çka takon tash të bëhet tutje, ne kemi pa që deri më tani vetëm një herë kuvendi ka pasur shumicë. Ka qenë votimi i raportit për verifikim të mandateve. Të gjitha votimet tjera pra nuk është arritur nga asnjëri ta bërë numri i votave prej 61. Kjo nënkupton që cilat do pozitë, nëse nuk ka një dakordim për të ecur tutje, pra edhe kryetari, por edhe nënkryetarët nuk mund të kalojnë. Besoj që është shumë e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Vetëvendosja tashmë e ka dhënë qartë qëndrimin e saj, duke që ka mungesë të vullnetit që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, por ne jemi shumë të gatshëm që t'i presim partitë politike, që të flasim me to për datën e zgjedhjeve. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Besoj se është e qartë për secilin që blokada është e qëllimshme dhe po vjen nga ana e lëvizjes vetëvendosje si partia e parë, cilës i takon që ta propozoj kryetarin e kuvendit. Kjo vërtet është tashmë komplet e pa kuptim, është e turpshme që për teke të një personi, të një kandidatit, të një deputeteje, me mbet peng shtetit. Kjo është peng marrje e shtetit Kosovës për tekat e një partije dhe të një njeriu e të një kandidateje. Si kur dëshironin zgjidhje, kam pas mundësi edhe sot, kam pas mundësi edhe pardje, kam pas mundësi edhe para 4 ditësh, njëjtën mundësi e kanë edhe pas nesër, që të ndrojnë kandidatin sepse nuk imponohet kandidati kurse ki shumicën parlamentare. Problemi themelor pra është që këta s'kan shumicë parlamentare, nuk kanë numra, si që thuhet, për ta bërë qeverinë dhe fakti që Albin Kurti s'mundet me qenë kryeminist i ardhshëm i Kosovës, është duke mbajt peng edhe kuvendin, edhe institucionet, edhe shtetin tonë dhe popullin tonë. Malajzia ka hequr vizat për Kosovën. Javën e ardhshme, presidenti Vjosa Osmani do të vizitojë Malajzinë. Osmani është shprehur thellësisht mirënjohës autoriteteve të Malajzisë për vendimin e tyre për të lejuar lirim nga vizat për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për qëndrime deri në 30 ditë. Përmes një postimi në platformën X, presidentja tha se ky hap i rëndësishëm i kombinuar me hapjen e ardhshme të ambasadës në Kuala Lumpur gjatë vizitës atje është një shenjë qartë se lidhjet midis dy vendeve po forcohen çdo ditë e më shumë. Ndërkohë ministrja e jashtme në detyrë Donika Gërvalla ka mirëpritur heqjen e vizave nga Malajzia. Gërvalla e quajti këtë hap pozitiv dhe shpreh mirënjohjen ndaj institucioneve malajziane për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në shërbim të qytetarëve dhe lidhjeve bilaterale, gjithnjë e më të fuqishme në mes të dy vendeve.
Sot në orët e hershme të mëngjesit, policia e Kosovës me njësitë e saj relevante ka filluar një operacion policor i cili po realizohet në komunën e Kaçanikut. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka bërë të ditur për RTK se pas përfundimit të operacionit policor, i cili po realizohet në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë, do të bëhen publike informacione shtesë. Të hënën disa persona u arrestuan në disa lokacione në Kaçanik dhe në një lokacion në Klinj si të dyshuar për planifikim dhe ekzekutimin e rështerit të policisë Muhamet Lika me një prell. Misioni OSBE-s ka reaguar pas mbylljes së objekteve paralele të Serbisë në Shtërpce dhe Leposavić më 23 prill. OSBE thekson se ndërprerja e qasjes në shërbime thelbësore pa ofruar alternativa të qëndrueshme ndikon në mënyrë disproporcionale të komunitetet jo shumicë dhe rrezikon të përkeçësojë tensionet ekzistuese. Në reagim theksohet se çështjet të ndeshme si këto duhet trajtuar përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Në kuadër të pjesëmarrjes në takimet pranverore 2025 të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore që po mbahen në Washington DC, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili ka takuar zëvendës drejtorin menaxhues të FMN-s Boli dhe zëvendës presidenten e Bankës Botërore Antonella Basani. Ismaili prezantoi zhvillimet në ekonominë e Kosovës, përfshirë performancën e sektorit financiar, progresin në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe avancimin e reformave strukturore. Ai vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të FMN-s në forcimin e kapaciteteve institucionale të BÇK-s dhe në zbatimin me sukses të rekomandimeve nga misionet e FMN-s. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se ka përfunduar të gjitha punimet e planifikuara për remontin e njësisë B1 që kishte nisur më 23 mars dhe ka përfunduar përpara afatit të parashikuar. Sipas njoftimit, gjatë kësaj periudhe janë realizuar riparime dhe përmirësime të ndryshme, duke përfshirë ndërrimin e pjesëve të dëmtuara, rinovimin e sistemeve të ndryshme dhe realizimin e procedurave të domosdoshme për stabilitetin dhe efikasitetin e njësisë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska është gati të arrijë një marrëveshje me SBA-n për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, megjithëse disa elementë sipas tij duhet të rregullohen mirë. I dërguari special i Donald Trump, Steve Witkoff, pritet të zhvillojë bisedime me presidentin rus Putin në Moskë më vonë. Në Ukrainë, ndërkaq kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, ka sugjeruar se vendit mund t'i duhet të heqë territorin si pjesë e çdo marrëveshje e paqe me Rusinë, derisa në anën tjetër 3 persona janë vrarë, përfshirë një fëmijë dhe një grua 76 vjeçare, në sulmin e fundit me dron rus në Ukrainë. Të hënën Vladimir Putin sinjalizoi se ishte i hapur për bisedime me udhëheqësin Ukraina Zelenski për herë të parë që nga faza e hershme të luftës. Duke folur për televizionin shtetëror rus, Putin tha se Rusia gjithmonë e ka parë pozitivisht çdo iniciativë paqe. Megjithatë, sulmet ruse në qytetet e Ukrainës vazhduan të pandërprera gjatë gjithë javës me një valë sulmesh në gjithë vendin. Presidenti i Ukrainës e përshkroi valën e sulmeve si terror të qëllimshëm rus, i cili mund të ndalohej me një urdhër të vetëm. Duke folur në Afrikën e Jugut të Enjtën, Zelenski shtoi se nuk sheh ndonjë presion të fortë ndaj Rusisë ose ndonjë pako të re sanksionesh kundër agresionit të Rusisë. Nuk ka pasur bisedime të drejtë për drejta midis Rusisë dhe Ukrainës që nga javat e para pasi Moska nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në shkurt 2022. Në zhvillime tjera, kryeministri britanisë Sir Keir Starmer ka thënë se i takon Ukrainës të vendosë për kushtet e çdo marrëveshje e paqe me Rusinë. Kjo vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump akuzoi presidentin Ukrainës Zelenski se po dëmton negociatat e paqes, duke përjashtuar njohjen e kontrollit rus të Krimes. Duke folur për Daily Telegraph, Starmer ka thënë se është Ukraina ajo që duhet të vendosë për ato çështje dhe nuk u takon njerëzve të tjerë të vendosin në emër të Ukrainës. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.